njëra nga dyja ose të dyja bashk, po njëra nga dyja me siguri. Sepse duhet t'jesh o ignorant ose i korruptuar që t'ja mohosh komuniteteve të drejtën që të kenë hapësirat e tyre, duke i njohur atyre që qoftë edhe kur e kanë pronën e tyre, ndërtojnë aty për të zhvilluar një aktivitet pa leje, një të drejtë që s'ju takon që t'jetojnë në kurriz të komunitetit. Unë e di shumë mirë që nuk është normale që kryeministri apo cili do qoftë funksionar i lartë publik të tregoj me gisht një gjykatës duke i treguar fotografin dhe duke i thënë që ka bërë një akt armiqësor ndaj komunitetit. Por ama për mua shumë e rëndësishme që të gjitha ta të cilët ankohen me të drejtë në një komunitet caktuar, sepse dikush ka ndërtuar aty një lokal që i zë rrugën edhe për të dalë nga shtëpia, edhe duhet kalojnë nëpërmes lokalit për të dalë në anën tjetër fëmijët për të shkuar në shkollë, pensionistët për të dalë për të marrë frymë, të mendoj që ai lokali atje nuk prishet sepse nuk do X-i, nuk do Y-i, apo se është korruptuar inspektoriati përkatës, kur në fakt e vërteta është që ai lokali atje nuk prishet sepse gjykatësi X apo gjykatësi Y i kanë dhënë të drejtën të rrijë atje dhe të vazhdojë të bëjë biznes në kurriz të komunitetit. Në një hapësirë që mund të jetë prona e tij private e përsëris, por që ai s'ka të drejtë. Nuk ka të drejtë ta shfrytëzojë nëse s'ka një leje ndërtimi, jo nga ato pseudo lejet që i përdorin nganjëherë që i ka lëshuar njësia administrative ose bashkia për pseudo punimet përkohshme, që janë farsa